Sot dua t'ju kujtoj diçka shumë të thjeshtë, por shumë të fuqishme. Ne jetojmë në parajsë, por shpesh harrojmë ta shohim këtë gjë. Parajsa nuk është gjithmonë ai vendi i largët apo një premtim për më vonë kur ne të vdesim. Jo, parajsën e kemi këtu, por duhet ta kuptojmë që ta shohim. Parajsa është fakti që ne sot u zgjuam, marrim frymë, që zemra jonë rre pa u lodhur për ne. Është dielli që lind çdo mëngjes pa na kërkuar asgjë në këmbim. Është natyra, është ajri, janë mundësitë për të dashur, për të mësuar, për të rritur. Jemi në parajsë sepse kemi mundësi të zgjedhim, kemi mundësi të falim. Kemi mundësi të shpresojmë. Gjithashtu, kemi mundësi të ndryshojmë drejtimin e jetës sonë në çdo moment si ta duam ne. Shpesh kërkojmë lumturinë diku larg, tek ato arritjet tona, tek parat apo tek e ardhmja. Por jo. Lumturia fillon në momentin kur ne hapim sytë e mendjes dhe të zemrës dhe themi, jam mirënjohëse për këtë moment. Kur jeton me mirënjohje, frika e humbet fuqinë. Kur jeton me besim, shpirti të qetësohet. Kur jeton me dashuri, çdo ditë të bëhet parajsë. Pra, ndalo një moment. Merr frymthell, shiko përreth teje, sepse parajsën e ke këtu dhe ti je pjesë e kësaj parajse.